Partia Socialiste çeli zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit me një tubim të mbajtur në sheshin Skënderbej. Aty ndodhet gazetarja Klesiana Omeri për të na dhënë më shumë detaje. Klesi, si ishte konceptuar ky tubim dhe cilat ishin mesazhet kryesore? Fushata e 11 e Partisë Socialiste për garën parlamentare, në fakt anjola ishte shumë larg tradicionale, ishtin përfshirë një sër elementësh që përfshinin edhe pjesën artistike, pasi nuk munguan këngët dhe vallet tradicionale për secilin qark. Ndërkohë kryesocialisti Edi Rama prezantoi edhe këngën zyrtare të Partisë Socialiste që do të jetë përgjatë gjithë fushatës dhe muajit prill. Ndërkohë nga ana tjetër u përcollën një sër mesazhe, por që më kryesoret gjatë fjalimit të kryeministrit Edi Rama kishin të bënin me Shqipërinë për 2030 dhe përfshirjen në Bashkimin Evropian. Vetëm Partia Socialiste, tha Edi Rama, mund ta përfshijë Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe për këtë arsye vota në 11 maj duhet të jetë një përgjigje për të gjithë ata që nuk besojnë në Shqipërinë evropiane. Nuk la pa kursyer në ironi dhe akuza edhe kundërshtarët politik që sipas tij premtojnë një madhështi qesharake dhe sipas kryeministrit Edi Rama vetëm mund ta kthejnë Shqipërinë pas në rast se në 11 maj vota nuk do të jetë për forcën politike që ai drejton. Gjithsesi, le të ndjekim më të plot deklaratën e kryesocialistit Rama gjatë fushatës ditën e sotme. Socialistët e zhvilluan mitingun hapës të fushatës mesditën e 12 prillit në sheshin Skënderbej, në mesin e të cilit ishin vendosur 12 yjet e flamurit evropian. Fjalës së 12 drejtuesve politik i parapriu një element artistik karakteristik për të 12 qarqet e vendit. Pas 12 vjetësh në pushtet, socialistët kërkojnë që të marrin një mandat të katërt, në sloganin Shqipëria 2030 në Europë, vetëm me Edin dhe Partinë Socialiste. Vetë kryesocialisti prezantoi dhe këngën e fushatës e kënduar nga reperi Noizi me titullin Tungja Tjeta. Në fjalim të shkruar me një balancë të dukshme mes thënieve nga Kurani dhe ato nga Bibla, ai kërkoi shqiptarëve që të besojnë mbi të gjitha te profecia e profetit të Shqipërisë, Gjergj Kastriot Skënderbeu, për të drejtuar vendin vetëm drejt Europës. Dhe le të mos lejojmë kurse në asnjë mënyrë që porta e hapur e shtëpisë madhe të Europës Bashkuar të mbyllet për shkak të shpërqendrimit ton nga shënjestra e përcaktuar e fatit Shqipërisë, qysh kur ai burr atje lart mbi kal la për brezat profecinë e tij. Vetëm duke realizuar këtë profeci kombëtare, për cilën koha spret dhe dasi nuk pranon. Rama siguroi se takimi me historinë europiane të vendit do të ndodhë vetëm nëse vota 11 majit do të jetë një votë bindse për të dhe Partinë Socialiste. Dhe kemi 30 ditë përpara për t'u lidhur dorë për dorë me çdo shqiptar, me çdo shqiptare që e do zonjën e Shqipërisë në sallonin e Bashkimit Evropian. Takim që nuk mund të humbet, thot ai, duke u shpërqendruar me një votë në një drejtim tjetër për një parti dhe një drejtues që sipas tij qartazi nuk kanë prioritet antarësimin, por pushtetin. Prioritet sipas Kënetës është kthimi i bufit për të tretën herë në krye të vendit. Pasi në 2 herët e mëparshme nuk e shkatroi dhe pastaj rënoi mjaftueshëm Shqipërinë. Rama i ktheu përgjigje dhe drejtuesit amerikan të fushatës së demokratëve, Chris Lasivita. Të kujton atë të fortin e lagjes, që qullsi poshtë pallatit shkon e thret dhe i thot, hajde Latif se ata do mrajnë. Latifi kishte publikuar dje një buf që hante 1000. Ati bravo i qoftë se të gjesh budallej, që të paguajnë gjitha ato para për të duartrokitur, edhe kur ja fut asaj që thuhet, është vërtet kesh lindur me këmish. Kurse për miun ka shumë kandidat, që nga luli i shkret, që harroi që ishte mi dhe u soll si ari, fituesi i primarëve të Tiranës, që besoi tek bufi si njeri dhe bufi e kullufiti si ti ishte thjesht 1000.
Kryesocialisti thotë se viktimat e Sali Berishës që ai e quan bufkënete janë mes demokratëve, ndaj kërkon prej mbështetësve të kësaj force që në 11 maj të largohen prej tij, siç bëri rektoria e Universitetit të Vlorës e vendosur tani më në listë të sigurt në këtë qark nga Edi Rama. Unë i siguroj se nuk do bëhen kur pishman. Ndërkohë që burrat demokrat le të vazhdojnë të reflektojnë, vetëm mos thonë që nuk u tham. Ikni përpara se ta psoni si miu. Pasaporta europiane, vijimi i reformës në drejtësi dhe mbështetja e pavarësisë së institucioneve të saj, reforma në ekonomi, por dhe politikat sociale, infrastrukturën arsimore, shëndetësore dhe rrugore, janë premtimet që do të dominojnë fushatën e socialistëve, nga sot deri në 9 maj, kur do të përmbyllet fushata zgjedhore.